Një ngarkesë me speca që ishte destinuar që të shkonte drejt Kroacisë është refuzuar pasi më 12 mars, sistemi i alarmeve të shpejta të BE-s ka konstatuar përmbajtje shumë të lartë pesticidesh, të klasifikuara me rrezik të lartë për konsumatorin. Në këtë ngarkesë kanë gjetur një ngarkesë të tepërt flonicamidi. Flonicamidi është një insekticid që përdoret në fushë dhe në serra, ka një tretshmëri të lartë në ujë dhe një paqëndrueshmëri të ulët. Ai përdoret kundër dëmtuesve hemipteros, si afidet e mizat e bardha dhe dëmtuesit tizanopter. Pesticidi ka një toksicitet të moderuar tek gjitarët, në këtë kategori futen dhe njerëzit dhe mund të jetë helmues për mëlçit dhe veshkat. Edhe pse lajmërimi me alarm të kuq është dhënë nga Rapid Alert System for Food and Feed, asnjë njoftim zyrtar nuk ka nga ana e Ministrisë së Bujqësisë. Edhe pse ka kaluar thuajse një muaj nga njoftimi, nuk dihet se ku ka përfunduar kjo ngarkesë. Është asgjësuar apo janë shpërndarë në tregun shqiptar, njësoj siç ndodhi me mandarinat. Kush është subjekti eksportues? Për të gjitha këto pyetje ende nuk ka asnjë përgjigje nga autoritetet.